أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فالمدريم ذا الأذرات تدخل الله جل جلاله صلاة والسلام وشوفش ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بفamiljen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë në zemrën e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Javën e kaluar përmendëm se si Allahu xhalla xhelaluhu nëpërmjet surës Al-Buruj apo ngjarjes së njohur Djaloshi dhe mbreti përcjell mesazhe për neve, dhe ato të cilat kemi javën e kaluar ishte një pikave kryesore se si Allahu subhanahu wa taala na mëson nëpërmjet kësaj sure, nëpërmjet kësaj ngjarje të zgjedhim normat dhe vlerat në bazë të cilave duhet të masim gjanat. Përmendëm se fushbeteja apo ballafaqimi mes të vërtetës dhe të kotës nuk është të kufizuar vetëm me një vend të tokës, nuk është të kufizuar vetëm me një periudhë kohore, nuk është të kufizuar vetëm me një shoqëri prej shoqërive, mirëpo çështja është pak më e gjantë. Çështja është pak më e gjantë, ballafaqimi është në këtë botë deri në momentin kur Allahu t'i fut ata që meritojnë në xhennet, ata që kanë merituar në xhehenem, dhe këtu mbaron sfida dhe problemi. Pra, atëherë e përmendëm se tha Said Kutbi, kur besimtari shikon kështu gjanat, i zgjerohet pak më tepër terreni. Nuk duhet të mendojmë se vetëm njerëzit që janë prezent në një periudhë kohore janë dëshmitar të asaj që ka ndodhur mes besimtarëve dhe jo besimtarëve, po duhet ta dimë dhe mos të harrojmë asnjëherë se prezent janë edhe melaçet, prezent është edhe Allahu subhanahu wa taala. Melaçet do të dëshmojnë në gjykimit për dhe kundër njerëzve kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot Hoxha, hunaka ish'a'un akhar tutliquhu qissatu ashabil hudud. Thot, kur të lexojmë surën Buruj, do të vërejmë se Allahu xhalla xhelaluhu përçon edhe një mesazh tjetër nëpërmjet kësaj sure. E mesazhi është me na tregon neve Allahu xhalla xhelaluhu për natyrën e thirrjes në rrugën e Allahut, për natyrën e kësaj çështje madhështore, çështje më e madhe me të cilën mundet të më shqetësojë njeriu në këtë dunjë, me qenë thers në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Allah nëpërmjet kësaj sure neve na tregon natyrën e këtij misioni. Thot laqad shahida tarikhu ad-da'wati ila Allah namadhija munawwi'a. Thot thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala ka dëshmuar historiku i thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala shembuj nga më të ndryshme. Na dëshmon neve se si Allahu xhalla xhelaluhu e shkatroi historinë e thirrjes, na tregon neve se si Allahu xhalla xhelaluhu e shkatroi popullin e Nuhit, popullin e Hudit, popullin e Shuaibit, popullin e Lutit, se si Allahu xhalla xhelaluhu i shpëtoi një grup të vogël të njerëzve, i shpëtoi prej dënimit të besimtarëve, i shpëtoi prej torturave të tyre, u shpëtoi besimin atyre. Wa lam yadhkur al-Qur'anu lin-najina dawran ba'da dhalika fi al-ardi wal hayati. I ka shpëtuar Allahu xhalla xhelaluhu një numër të vogël të njerëzve, thot Said Kutbi, dhe më pastaj Allahu nuk na ka informuar neve çka ka ndodhur me ta dhe nuk na ka treguar neve Allahu se kanë pas ndonjë mision tjetër apo jo. E kanë kryer punën dhe e kanë kryer misionin që Allahu i ka përgatitur në këtë botë. وهذه النماذج تقرر أن الله سبحانه وتعالى يريد أحيانا أن يعجل للمكذبين الطغاة بسقط من العذاب في الدنيا أما الجزاء الأوفى فهو مرصود لهم هناك. Thot Allahu xhalla xhelaluhu ndonjëherë nëpërmjet këtyre ngjarjeve don me na tregu neve se si i dënon disa prej përgënjeshtruesve në këtë botë, e disa ndonjëherë i lëm i dënua në botën që kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Na tregon neve historiku i kësaj thirrjes, ballafaqimin e Musait alayhis salam me Firaunin. Na tregon neve problemet me të cilat është ballafaqur Musa alayhis salam në rrugën e Allahut subhanahu wa taala gjatë thirrjes për te Allahu subhanahu wa taala. وشهد تاريخ الدعوة كذلك مصرع المشركين الذين استعصوا على الهدى والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم
wa intisar al-mu'minina intisaran kamila. Po ashtu na dëshmon neve historia e kësaj thirrje, mposhtjen, shkatrimin e mushrikëve të cilët e përgënjeshtruan dhe nuk e pranuan udhëzimin dhe besimin në pejgamberin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe se si Allahu i ndihmoi besimtarët me ndihmë të fuqishme. Ma intisar al-aqidati fi nufusihim intisaran ajiba. Thotë para se me ndihmu Allahu ata kundër mushrikëve, ndihmën fitoren që e bani akidja në shpirtat e tyre, fitore mahnitse. Se si ka arrit besimin Allahun, akidja e pastër në Allahun, me ndryshu komplet mushrikët e Mekës, me i bot njerëz tjerë, komplet në gjenerat tjetër ka dalë. Prej çatyre njerëzve, wa tamma lil marrati al-wahidati fi at-tarikh al-bashariyati an uqima minhajullahi muhayminan al-hayati fi suratin lam ta'rifha al-bashariyatu qattun min qabl wala min ba'd. Thot asin ndikimi pat akidja në shpirtat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ndodhit parën herë në historinë e njerëzimit, të ngritet ligji i Allahut, të zbatohet feja e Allahut praktikisht në tokë, zbatohet ligji i Allahut xhel xelaluhu në asnjë fotografie, në asnjë mënyrë që s'ka ndodhur më herët. Edhe s'ka më ndodhur ashtu njëjtë edhe më vonë. Kanë qenë të veçantë, të zgjedhur te Allahu subhanahu wa taala. وشهد نماذج أخرى أقل ظهورا في سجل التاريخ الإيماني في القديم والحديث. Dhe pashtu kemi dhe shumë raste tjera në histori, me ndikim më të madh, më të vogël që ka ndodhur, që dëshmojnë për besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala. وما يزال يشهد نماذج تتراوح بين هذه النهايات التي حفظها على مدار القرون. Dhe thotë vazhdon kështu me dëshmu historia për natyrshmërinë e kësaj thirrje. Thot لم يكن بد من هذا النموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون ولا يؤخذ فيه الكافرون. Vani rejot. Thot ka qenë e patjetërsueshme mu transmetua një kësi ngjarje. Ka qenë e patjetërsueshme me ndodh një kësi ngjarje sikur ngjarja e djaloshit dhe mbretit, e cila fotografin ta jep se muslimanët nuk kanë fitu dhe qafirat nuk janë denu. Se kur ta shif ngjarjen e popullit të Nuhit alayhis salam, e shef pas gjitha problemeve që i ka pas Nuhi alayhis salam, Allahu në fund e ka shpëtuar Nuhin alayhis salam me disa prej besimtarëve që kanë besu dhe popullin e ka shkatruar. Ama një ngjarje që musliman digjen për së gjallë, bëhen pluhën dhe hi, nga ana tjetër argëtohen një besimtarët me djegjen e muslimanëve, dhe kështu mbaron ngjarja. Thot është dash patjetër me na transmetuar neve Allahu subhanahu wa taala. Pse? Dhalika liyastakhira fi hiss almu'minin ashab da'wati ila Allah annahum qad yad'una ila nihayati ka hadhihi an-nihaya fi tariqihim ila Allah. Thot që Allahu xhalla xjalaluhu ta ngulit në shpirtin e atyre të cilat mirën me thirrjen e rrugën e Allahut subhanahu wa taala, sa atyre mundet me ndodh me pas një përfundim të tillë. Me dhon maksimumin, me dhon këtë energjin, me investu kretë shka ki, edhe në fund, mos me pas diçka në mejdan. Shkon të Allah subhanahu wa ta'ala, e fiton kënaqësinë e Allah subhanahu wa ta'ala, me po në këtë botë nuk ndodh kurrë. Dhe kësi ngjarje ka shumë. A disa dietarë në për dunja vritet. Dietar ka bëthirë rrugën e Allah, s'ka, nuk e një kërkosh, s'ka që më të li. Ka në rastis në me pas dietarë, kur kemi qenë në Egjipt, sot janë ende në burg. Në atë periudhë kur kemi qenë në Egjipt, ata kanë dalë prej burgit në atë periudhë kohore, një vjet e gjysmë, deri atëherë kanë qëndruar 20 vjet në burg. Prej 2013 e këtej edhe sa vite tjera në burg. Si një kërkosh nuk e një ata. Amba janë të lartë Allah inshallah. Me na mësu neve Allah nëpërmjet kësaj ngjarje se ka mundësi me arë situata mu ballafaqu me diçka të tillë. Mos më bë kur gjë. Ban thirrje, banda vete, mundet maksimum e keq, edhe në fund rezultati është 0. Sa për këtë asaj që ne shohim këtë dunjë, se nuk është rezultati 0, ti ke fituar kënaqësinë e Allahut subhanallahu.
Ti fiton kënaqësinë e Allahut xhallahu dhe kjo do të qenë qëllimi kryesor. Pastaj çka del pas kësaj na? Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala. Thot: "Wa an laysa lahum min al-amri shay, wa inma amruhum wa amru al-aqidati ila Allah." Thot, dhe ta kuptojnë thirrsat në rrugën e Allahut se nuk kanë kurrë në dorë. Ti mundesh mu shkatru, ti mundesh me dek piskeqit, ti mundesh mu lodh, ti mundesh mu raskapit, ama ti në dorë s'ki kurrë. Misioni jot, puna jote është me transmetu fjalën e Allahut, me transmetu fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe çka. Çështja e besimit, çështja e udhëzimit, çështja e akidës së njerëzve është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Inna alejhim an yu'addu wajibahum thumma yadhhabu. Na tregon neve Allah nëpërmjet së ngjarjes se Davegjia e ka obligim me sos punën e vet edhe me hec. S'ki punë tjetër. E ka obligim me kry punën edhe me hec. Me shku te Allahu xhelalu. Kjo kushdo më bë Davegji, kushdo më bë thirrës në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo për çdo musliman, se çdo musliman do të bëhet thjesht rrugën e Allahut subhanahu wa taala, mas pakti do të më urdhëron me ndalun në të keqen familjen e vet, mas pakti. Mas pakti bashortën edhe fëmijët e vet, mas pakti. Po soza më xhana me kuptu çdo thirrës, çdo dietar, çdo Davegji, çdo hoxh se duhet me kry punën e vet edhe me het. S'ka kur gjë tjetër në dorën e tij. Wa wajibuhum an yakhtaru Allah wa an yu'thiru al-aqidata 'ala al-hayat. E thotë puna atyre cila është, do të thonë dietar, hoxhallar, Davegjit, thirrsat e paska një punë, me kry punën dhe me ec. Cili është obligimi i tyre? Obligimi i tyre është që ata ta zgjedhin Allahun, që ata të japin përparësi akides para dunjas. Të japin përparësi akides, tauhidit, Allahut para dunjas. Wa an yasta'milu bil iman ala al fitnati wa yasdiqu Allah fi al amali wal niyya. Thot që të ngriten me iman mbi fitnën, që të ngadhnjejnë mbi fitnën me iman, me besim, me akide, dhe të jenë të sinqert me Allahun në vepër edhe në nijet. Thumma yaf'alu Allahu bihim wa bi a'da'ihim kama yaf'alu bi da'watihi wa dinihi ma yasha. Pastaj Allahu vepron me ata dhe me armiqtë e tyre atë çka vepron Allahu subhanahu wa taala me thirrjen e tij, me fenë e tij, çka don Allahu subhanahu wa taala, wa yantahi bihim ila nihayati min tilka an-nihayat allati arafat tarikh al-iman aw ila ghayriha mimma ya'lamuhu huwa wa yarahu. Thot dhe kështu të mbaron puna e tij me një mbarim që shka mbarua historike të shumta të imanit. Historike të shumta të imanit. Ngjarja e djaloshit dhe mbretit surën Burur dhe ngjarje të ndryshme që kanë ndodhur në histori, e kanë kryer misionin, kanë shkuar te Allahu, faqe barë, kanë fituar kënaqësinë e Allahut, në këtë dunja rezultat nuk ka pas. Me kuptuar që dhe kështu. Pse? Sa është transmetim tjetër nga Hudhaifa ibn Yaman, mos gabofsha, se njerëzit kur kanë me lexu Kur'anin, kanë me bë davet, kështu kuptimi i transmetimit është kështu, kanë bë davet, kanë bë thirrje. Kur ta shohin që nuk kanë pasues, kanë me shpik. Sa është rranë me shkume më të hoxha derse mësë me pas asë gjëmatin ligjërat, me pas 2-3 vejta. Rranë është me shpilti. Edhe pse të selefi, kur janë bo më shumë të 3-4-5 vejta, është që hoxha, është tu për sinceritetin e tina. A më në zamanin tonë, më rranë është me shkume derse kërkosh. S'ma më hoxha, e anullon derse në hoxha. Si t'ja nisën, qofse në ligjërat ka pas për 50 vejta, pas t'ja nisë ligjërat në prezentu 2-3 vejta, e anullon derse. Dyqysh si për të vullneti, dyqysh s'ka vullnet. E thotë se i të kutë bë Allah me shiroft, Allah do me në mësu neve, si dush mësu së obligimin. A vinë ders, a nuk vinë ders, a të ndëgjojnë, a nuk ndëgjojnë, a të pasojnë, a nuk pasojnë, a të duar të rëkasin, a nuk duar të rëkasin, a të akuzojnë, a të shpifin, a të luftojnë. Kjo, kësoj, s'dush me dhënë për parësi. Dush me dhënë për parësi, obligimi tanë. Cilë është obligimi jotë? Me zgjedh Allahun, me zgjedh akiden për para jetës së kësaj dunjoje. Innahum ujara'u inda Allah, aynama wa haythuma wa kayfama aradahum an ya'malu amilu wa qabidhu al-ajra al-ma'lum wa laysa lahum wala 'alayhim an tattajiha ad-da'wata ila ay masir fadhalika sha'nu sahib al-amri la sha'nu al-ajir. Tëjmë vëmendja. Ju trit që keni ambicie për boda vet, ju trit që doni më bëh hafizat Kuranit, që më bëhë thirësa në rrugën e Allah, më bëhë talebe, më bëhë hoxhallar. Thot, thirësat në rrugën e Allahut janë punëtorë të Allahit.
Janë punëtorë që punojnë me nevnicë, me mëditje. Punon punë një ditë e merr mëditje në mbrëmje. Punon një ditë e merr mëditje në mbrëmje. Thotë thirrsat davetxhit, dietarët, hoxhallarët, talebet, thirrsat janë punëtorë të Allahut subhanahu wa taala. Aynama wa haythuma wa kayfama arada an ya'malu amilu. Çish doje, ku doje, kur doje, Allahu që ata me punu, ata punojnë. Punëtori je. Thirr pronari me punu nesër mazreke shkon. Thirr mëngjes shkon. Thirr kur oftoft shkon. Thirr kur nxet. Thirr me punu mrena në objekt. Thirr me punu jashtë objektit. Ti je punëtori je. Ti s'kin dorë me vendos. Ti je punëtor dhe veç merr urna e realizon urnat. Thot, kur doje, çysh doje, çfarë mënyre doje, Allahu, që ata të punojnë, ata punojnë. Wa qabidhu al-ajra al-ma'lum. Pastaj e marrin shpërblimin e njohur. Shpërblimi i njohur është nacia e Allahut, është xheneti. Të cilën Allah ka përgatitur me durt e tij subhanahu wa taala. Wa laysa lahum wala alayhim an tattajiha ad-da'watu ila ayyi masir. Si takon atyre që ata ta drejtojnë thirrjen, davetin çysh ata mendojnë. Që na mendojmë që këtë kohë kështu duhet. S'ki drejt me mendu. O i nderuar, s'ki drejt me mendu. Ti duhesh vetëm me ndëgju edhe me punu. Ti duhesh vetëm me këshir edhe me punu. Mos mendon dikush që na jena me një periudhë kohore të cilën s'ka pas si periudhë asnjëherë periudha islame. Mos mendoj dikush. Këtë periudhë që na jetojmë në histori, prej të pejgamberit se deri tash, disa herë është përsërit, ose njëjtë ose e ngjashme, ose me nuanca e ngjashme. Ka pasur gjendje të tillë në historinë islame. Do të më kështu çka vetë provat të parë. Pastaj veprojmë edhe na. Thot, nuk kanë të drejtë që ata ta drejtojnë davetin çysh atyre u merr mendja. Fa dhalika sha'nu sahibi al-amr. Kjo punë është e atij i cili e ka çështjen në dorë, pra Allahu ka zbrit Kur'anin dhe Allahu ka zbrit mënyrën se çysh me thirr rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Allah ka zbrit Kur'anin dhe na ka treguar neve mënyrën se çysh me zbatu këtë Kur'an. Me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Suneti e pejgamberit sallallahu është zbërthyesi i Kur'anit. Na tregon neve çysh në praktik çysh duket Kur'ani. Jeta e pejgamberit sallallahu na tregon neve në praktik çysh duket Kur'ani. Sot na dojmë me bot davet dhe mos ballafaqojmë në asnjë mënyrë me asgjë prej të këqijave, torturave, problemeve me çfarë është ballafaqur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Po atë nuk është njëjtë. Atë diçka nuk është njëjtë. Nuk mundet, nuk ka mundësi. Pse? Për shkak se Waraqat ibn Nawfal i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në ditën e parë të thirrjes. Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Fa nuk erdh dikush me atë të cilën ke ardhur ti vetëm se është armiqsu. A kena qartë? I ka thonë Waraqat ibn Nawfal pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ty ka me të ndodhë kjo. Si të kisha qenë i ri me të ndihmu atëherë kur ka me të përzan. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "A mukhriji?" A dhe ka me të përzana. Ka thonë s'ka ardhur dikush me këtë që ke ardhur ti vetë se është armiqsu. Që tash na dojmë me ardhë me atë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe mos të armiqsohemi. Mos na rrezikohet neve autoriteti, mos na rrezikohet neve rroga, mos na rrezikohet neve jeta, mos na rrezikohet neve familja, mos na rrezikohet neve shëndeti, mos na rrezikohet neve kujt diçka. Po s'mundet. Natyra e kësaj thirrje është kështu. Ai që do me bëj thirrjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thirrjen e djaloshit, në historinë e djaloshit dhe mbretit, thirrjen e Nuhit alayhis salam, thirrjen e Ibrahimit alayhis salam, thirrjen e pejgamberëve të Allahut. Kjo natyra e kësaj thirrje o kështu. S'mundesh, se nuk lën rahat. Edhe nëse ti i la ata rahat, ata s'lën ty rahat. E Allahu xhallahu na jep këto mesazhe nëpërmjet kësaj sure. Thot: me vendos se si, kur, qysh me bë davetin, thot kjo çështje është çështja e Allahut. La sha'n al-ajiri, nuk ka puna punëtorit kjo. Nuk ka puna jote dhe puna jeme kjo na me vendosë se na mendojmë që kështu. Tamam, ju mendoni kështu, mbas një 10 vjetëve
konstatojmë që pas kemi qenë gabim, hajde tash na mendojmë edhe një kështu. Ndalën një, mendoni që ka thonë Allah dhe pejgamberi s.a.s. Na mendojmë që do të fut partitë politike. Hajde. Pas një 10 vjetë, vallahi ke zullumçari shmikon. Edhe tash, jo tash, me një parti tjetër. Edhe kështu, eksperimente me fejnë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot, وهم يقبضون الدفعة الأولى طمأنينة في القلب ورفعة في الشعور وجمالا في التصور وانطلاق من الأوهات والجواذب وتحررا من الخوف والقلق في كل حال من الأحوال. Thirrsat në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, të cilat e bëjnë thirrjen që ka urdhëruar Allahu, janë veç punëtor, veç të transmetojnë mesazhin e Allahut subhanahu wa taala, thot në hapin e parë ata kanë me fitu qetësinë zemër. Qetësinë zemër. Dunjaja vlan. Thirrsi në rrugën e Allahut, në menhexhin e pejgamberit është i qetë. Është rahat. Është i sigurt. Thot wa rif'atan fi shu'ur, ambicet ngritën lart. Wa jamalan fi tasawwur. Thot Allah subhanahu wa taala mundson me pa perceptim të mirë me pas. Ndodh një xhamatli, për xhamatlive të muwahidave, që kam su akiden, që kam su tauhidin, që është larg kufrit dhe shirkut, me pas një perceptim gjanave më të mirë sa dikush për dietarëve të sultanit. Vallahi po. Ai është dietar, ama është i sultanit. Është i devijum, është thirrës për rrugë xhenemit. Ka mundësi një xhamatli i vogël me pas një perceptim ndryshe gjanave. Ndryshe mi pa gjanat. Ndryshe mi pa senet. Për shkak bereqetit, takidit dhe tauhidit që e mbart në gjoksin e tij. Thot وهكذا انتهت التربية القرآنية بالفئة المختارة من المسلمين في الصدر الأول إلى هذا التطور. Thot dhe kështu ka mbaru edukimi kuranor i grupacionit të zgjedhur të muslimanëve në gjeneratën e parë. Thot الذين أطلقهم من أمر ذواتهم وشخوصهم فأخرجوا أنفسهم من الأمر البتة وعملوا أجراء عند صاحب الأمر وردوا خيرة الله على أي وضع وعلى أي حال. Thot kështu mbaroi edukimi kuranor i gjeneratës së parë të muslimanëve deri në atë grad sa që ata e hedhën poshtë çështjen e tyre personale. I lanë anësh çështjet e tyre personale. Dulën prej vetës së tyre. Wa amilu ujara'a inda Allah. Dhe ata wa ujara'a inda sahibil amr. Dhe ata e jetun jetën më si punëtor të pranarit të tyre. Punëtor të Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa radu khirat Allahi ala ayi wad'in wa ala ayi hal. Ata i dhanë përparësi zgjedhjes së Allahut për ata, para çdo gjendje dhe para çdo situate të cilat ata janë në këtë dunjë. Po i dhanë përparësi asaj që Allahu ka zgjedhur për ta. E lanë veten, çush me e kupton ndryshe, e lanë veten vakëf për Allahun. Vakëf. O Allah, trupi jam është këtu, pasuria jam është këtu, gjoki jam është këtu, familja jam është këtu, merr çka dush, shfrytëzo çka dush, për këtë dush. Dhe s'kan prit prej kërkujnë është problem. Vetë se prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Deri në atë gratë, sa që shkun shahidat e Allahut subhanahu wa ta'ala, u torturuan, mi për nuk i dhanë përparësi kufrit, para imanit, para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i rit për ditë veshte në Qabe dhe sahabëve ju shtu tepër tortura. Dhe shkuan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kthy çështën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë nuk e lut Allahun xhela xhelalu e tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju dha dhe një shembull tjetër në histori që ka ndodhur. Me tregu se çish kanë qenë ata, ju nuk keni ju letë keni. U ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ka pas njerëz para juve që i kanë marrë, i kanë futur në rreth dhe i kanë dhënë për gjysë me sharr. I kanë dhënë për gjysë me sharr. Ka kry puna, i kanë dhënë për gjysë me sharr, ata kanë rënë shahidat e Allahut subhanahu wa taala, nuk është transmetuar çka ka bëu Allah me veprusën e tyre kështu. Ka mbaruar kështu gjendja.
Tha, walakinnakum qawmun tastajilun, po ju po nguteni. Pashahat të cilën është pashahat në dorën e cilët të shpirti im, nuk ka mundë kiameti para se me hi islamin në këtë dunja. Heq, në këtë shtëpi. Pa hi në shtëpi loqi, prej lëkure, feja Allahut subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi hikmatan wara kulli wad'in wa wara kulli hal wa mudabbiru hadha al-kawn kullihi al-muttali ala awwalihi wa akhirihi هو الذي يعرف الحكمة المكونة في غيبه المستور والحكمة التي تتفق مع مشيئته. Thot, urtësia Allah subhanahu wa taala është pas çdo gjëje. Allah subhanahu wa taala është ai I cili I orienton gjërat, I rregullon gjërat. Është mbikëqyrësi Allah subhanahu wa taala. Allah është ai I cili ditë të msheftën e fillimit edhe të mbarimit. Allah subhanahu wa taala e di hikmetin. وفي بعض الأحيان يكشف لنا بعد أجيال وقرون عن حكمة حادث لم يكن معاصروه يدركون حكمته. Thotë Allahu xhela xhelaluhu ndonjëherë neve pas shumë gjeneratave na mundson me kuptu urtësinë e asaj që ka ndodhur para do gjeneratave. Urtësi të cilën s'kan mujt me kuptu ata me të cilën janë ballhaçuar me atë problem. A kanë mujt me kuptu muslimanët që janë djeg për së gjallin në për hendeqet e tagutit në atë zaman. Vrasja edhe pse djalosh ka qenë I mençur, e ka sakrifiku vetën për t'i zgju për I gjumi tjerë. A ka mujt me kuptu urtësinë në atë vakt atë një, çka do ndodh me neve? Na po digjemi këta po argëtohen me djegën tonë dhe u kry puna kështu. Shupia është duket s'ka urtësi këto. Ama jo, me këtë ngjarje Allahu ka dëshmë mësua umetin e pejgamberit s.a.s. Ka dëshmë mësua gjeneratat më vonë pastaj, që ka mundësi me tar puna edhe kështu. Ka mundësi me të vrau, edhe me të hub muhabetit ty, s'ke ekzistu kur gjao. Atë ndoshta ke dhënë shumë mund. Me të regu Allah që me e pregadit vetëm tonë edhe për diçka të tillë. Dhe krejt histori që ndodhin të pejgamberët të mëhershëm, pejgamberit s.a.s, shumë pejgamberit s.a.s, të janë histori për neve. Pse? Që ka mundësi ty, konkret me ndodh kjo që I ka ndodh filan sahabijut. Dhe ti me qenë nga dishmëri kur ndodhe kjo. Me të ndodh tyja që I ka ndodh Mus'ab ibn Umairit. Prej një djaloshit super I kënaqur në Mekë, me të gjitha lukset e Mekës, I privilegjuar të familja e tij, vjen me një situatë ku ai thuhet që I bie edhe likura. S'ku likura gjartë që I veç është I bie edhe likura. Prej fukarallëkit, prej skamjes, prej lodhjes, deri në atë gradë sa që luftën e Uhudit kur bje shehit, nuk kanë me çka me mbulu. S'ka lan kur gjon këtë dunjë, s'ka lan kur gjon. Kur e shtin në varr nuk kanë me çka me mbulu. Jam lojnë kryen I dalin këmbë, jam lojnë këmbë dal krya. Çat e ka pas për kësaj dunjaje. Domethënë për një situatë ku ka qenë I privilegjuar me kë. Ja kanë bë me gish krejt. Me një situatë. A je I gatshëm ti me diçka të tillën ballavaçu? Sa I nat gatshëm. E Allah na tregon edhe në kësaj ngjarje që ti e përgatit vetëm tënde. Nëse kur të ballafaqohesh, tamam. I ka ndodhur kjo aty që kanë qenë më të mirë se na, s'po na ndodh neve. Kështu me e perceptu ngjarjen. Kështu me perceptu problemin. Jo me e vajtu problemin. Ka ndodhur problem me e vajtu, tash vajtim, statusa në Facebook, statusa. Jo be. Ai problem që të ka ndodhur ty, po I ka ndodhur atyre që kanë qenë më të mirë se ti. Dhe është privilegj me të ndodhë një problem ti për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kështu të me kuptua. Nuk do të me kuptu si të mejt, do të me kuptu si privilegj. Me të vra ty për shkak fejs. Allahu akbar. Kjo është një më I madh. Me të torturu ty për shkak fejs. Kjo puna më e madhe. Kur ti kuptojnë kështu gjanat, ndryshe është jeta. Let ka përcejnë problemet, let ka përcejnë torturat, let ka përcejnë sprovat, shkurt janë krejt, dalim para Allahut subhanahu wa taala. Ama kur të fillojmë, ti perceptojmë si të mejta, si keq, atëra është problem. E Allah na jep neve këtë ngjarje, me na dhon mësim. Thot, ka mundësi ata kur janë djeg, thot, ka mundësi kanë thonë, jes'alun limadha ya rabbi ka hadha, o Zot, pse të ndodh kjo? Pse janë të na djeg neve? Pse të na ndodh neve kjo? Pse s'kan kuptu urtësinë? Ama me këtë ngjarje Allahu I jep mësim gjeneratave që vinë më pastaj. Thot, laqad kana al-Qur'anu yunshi'u quluban yu'idduha li hamli al-amanati. Thot Allahu subhanahu Kur'ani,
fjala e Allahut subhanahu wa taala i ka nxjerrë pa, i ka përgatit disa zemra për mbajtjen e emanetit të Allahut subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-qulub kana yajibu an takuna min as-salabati wal-quwwati wat-tajarrud bihaythu la tattali' wa hiya tabdhilu kull shay wa tatahammalu kull shay ila shay min hadhihi al-ard. Vjen subhanallahu, Allahu sfar kuptimi, sfar perceptimi të gjëra që kanë thënë kolbet Allahu më shënof. Thot Kurani ka përgatit asi zemra që me mbajt emanetin e Allahut. E këto zemra duhet patjetër të jenë të qëndrueshme, të forta, të qiltërta. Këto zemra duhet me qenë të pastërta. Mos me anu në kur gjë prej kësaj dunjaje në kohën kur ata janë duke shpenzu gjithçka që kanë. Janë duke dhënë krejt çka posedojnë, janë të e dhënë. Në çkëtë moment ato do të më qenë të pastërta, mos me prit kur gjë prej kësaj toke. Kjo është e madhe, po. Në moment që ti investon 1 milion i pret 5 milion. Kështu është investimi. A me investu 1 milion, mos me prit kur gjë hiç, kjo është e rëndë. Me dhënë ti jetën tënde pa kompenzim, kjo është e madhe. E thot Kurani i ka përgatit të zemra për me mbajt këtë emanet kështu, që në kohën kur ata janë duke i dhënë krejt çka posedojnë prej kësaj dunjaje për ngritjen e fjalës së Allahut, mos të presin kur gjë. Mos të presin kur gjë. Dhe kështu i ka përgatit Allahu subhanahu wa taala, wala tanduru illa ila al-akhirah. Dhe ata mos shikojnë kur gjë vetë në ahiret. Për para ata kemë veç ahiretin. Dunjaja nuk ekziston. Rroga, nami, autoriteti, rahatia, siguria, shtëpia, familja, gruaja, këto s'ekzistojnë. Pse? I na tukshin xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Kështu ishte xherata e parë. Wala yarjuna illa ridwan Allah. Ata nuk shpresonin kur gjë përpos kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Qulubun musta'iddatun liqat'i rihlatil أرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية حتى الموت بلا جزاء في هذه الأرض القريب. Thot zemrat të cilat ishin të gatshme ta ecin krejt tokën me lodhje, me raskapitje, me tortura, me probleme, deri në vdekje dhe mos të presin kur gjë është problem në këtë botë jashtë se kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala, walau kana hadha al-jazaa huwa intisar ad-da'wati wa ghalabat al-islam wa dhuhur al-muslimin, bal law kana hadha al-jazaa huwa halak adh-dhalimin bi akhdhihim akhdha azim kama fa'al bil mukaththibin al-awwal. Thot, edhe nëse kjo do të ishte shpërblimi dhe fitoria në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أن ليس أمامها في رحلة الأرض إلا أن تعطي بلا أي مقابل وأن تنتظر الآخرة وحدها مودا للفصل بين الحق والباطل حتى إذا وجدت هذه القلوب وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعهدت آتاها النصر في الأرض وأتمنها عليه لا لنفسها. Thot, atëherë kur të ndodh që të gjinden këto zemra, të jenë prezente këto zemra, të cilat e din se para tyre në rrugtimin në këtë tokë duhet me dhënë gjithçka pa kompenzim, duhet me investu gjithçka dhe mos me prit kur gjë me ju kthy. Thot, kur të ndodhin këto zemra të jenë prezente në tokë, thot atëherë ka më ardh shpërblimi i Allah subhanahu wa taala. Atëherë ka më ardh ndihma e Allah subhanahu wa taala. Dhe alhamdulillah, kësi lloj zemra gjatë historisë së muslimanëve çdo herë ka pas. Në tokën e Allahut çdo herë është një grup i muslimanëve, që është na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se është një grup i muslimanëve që janë me kësi zemra, të cilët i japin gjithçka pa kthim. Janë të gatshëm të dhënë gjithçka pa prit kur gjë në këtë dunjë. Ecin rrugën e kësaj dunjaje me lodhje, me raskapitje, me tortura, me vështirësi, me sakrifica, duke mos prit kur gjë me ju kthy. Dhe dojnë vetëm kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Vazhdon ky grup të ekziston prej kohës pejgamberit sistem deri para kiametit.
Thot, wa kullu al-ayat allati dhukira fiha an-nasru wa dhukira fiha al-maghanimu wa dhukira fiha akhdhu al-mushrikina fi al-ardi bi aydi al-mu'minina nazalat fi al-Madina ba'da dhalik. Thot, çdo ajet që ka ardhur, çdo ajet i cili fol, të cilën është përmend ndihma, fitoria, plaçka e luftës, marrja e jo besimtarëve me dënim të dhëmshëm nga ana e Allahut subhanahu wa taala dorën e besimtarëve, thot këto kanë zbrit në Medinë, në kohën e Medinës, jo në kohën e Mekës. وجاء النصر ذاته لأن مشيئة الله اقتضت أن تكون لهذا المنهج واقعية في الحياة الإنسانية. Thot kanë ndodh ndihma e Allahut me caktimin, me dëshirën e Allahut, se Allahu ka dashur që ky menhex me qenë i realt në praktik në tokën, në jetën e njerëzve. Thot, dhe nuk duhet me kuptu këta se kjo ka ardhur si shpërblim për besimtarët për torturat që i kanë pas në Mekë. S'me kuptu kështu. Kështu thot Said Kutbi. Nuk duhet me kuptu që ka ardhur ndihma në Medinë për shkak të torturave që kanë qenë në Mekë. Si shpërblim. Shpërblimi mirë nga Allah subhanahu wa taala, ama jo çdo kusht. Pse? Se pas ka raste në histori ku janë sakrifikuar, ku janë torturuar, ku kanë hek muslimanët, edhe nuk kanë gallënyer masanera. Nuk kanë pas pushtet në tokë. Fitoria që ka ardhur nga ana e Allahut është caktimi i Allahut, është dëshirë e Allahut subhanahu wa taala. Thot, hunalike hakikatun ukhra yushiru ilayha ahadu at-taqibat al-Qur'aniyati ala qisat al-hudud. Thot, kemi edhe një realitet tjetër e cila na mëson Allah subhanahu wa taala në surën Al-Buruj, në ngjarjen e hendejqeve, se وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ata nuk ju hakmorën muslimanëve për diçka tjetër, përpos se ata besuan në Allahun, nga dhënjuesin dhe të lavdëruarin. Hakikatun yanbaghi an yata'ammalaha al-mu'minuna ad-da'una ila Allah fi kulli ardin wa fi kulli gjil. Realitet të cilën duhet ta meditojnë muslimanët thirrsa, besimtarët thirrsa në rrugën e Allahut në çdo vend dhe në çdo gjenerat. أن المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة العقيدة وليس شيئا آخر على الإطلاق. Ta kuptojnë se lufta dhe problemi mes besimtarëve dhe kundërshtarëve të tyre palcën e ka për shkak të akides, për shkak të besimit dhe nuk ka diçka tjetër. Dhe nuk është diçka tjetër prej problemeve të kësaj dunjaje, po është çështja e besimit dhe njohjes së Allahut subhanahu wa taala. Thot, dhe jo besimtarët ka mundësi të bëjmë përpjekje, jo besimtarët, armiqtë e besimtarëve, ka mundësi dhe bëjnë hordhatje që ta ngrisin flamurin e diçkaje tjetër, jo flamurin e akides. Apo sot nuk luftojnë muslimanët në emër të islamit. Jo besimtar kur i luftojnë muslimanët, kur i vrasin, nuk i vrasin në parollat e tyre, nuk i vrasin se janë musliman, po i vrasin se janë terrorista, se janë fundamentalista, se janë vehabista, se janë tejmista, se janë kujt diçka janë. Domethënë etiketime tjera të ndryshme. Se me me ardh me etiketimin i na duke luftu kundër muslimanëve dhe islamit, atëra muslimanët i çelin syt. Ama kur thonë kundër terroristave, terrorista janë do që i ka pjell lopa. Nuk janë qenje njerëzore ato. Ky perceptim është edhe te masa e te muslimanë për fat keq. Thot Said Kutbi, jo besimtarët bëjnë kësi parolla. Vetëm që mos çon muslimanë në kam. I luftojnë muslimanët në një emër tjetër. Ama në esencë i luftojnë për shkak besimit e tyre. Elusim Allahun që Allah të na kuptim të fesë. Elusim Allahun që Allah në mundëson të kuptojmë si duhet të realitete, të jetojmë jetën me të realitete. Elusim Allahun që Allah të na ruan nga fitnat e kësaj dunja dhe fitnat e botës tjetër. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.